Bazuar në një hulumtim një vjeçar të programeve dhe teksteve shkollore, Shoqata Akademike Akademia Shqiptare ka konstatuar mungesë reformimi sistematik, përmbajtje të vjetruar, qasje etnocentrike dhe elemente diskriminuese në librat për nxënësit shqiptar. Sipas hulumtimit Hasan Jashari, dështimi i qeverisë për reforma substanciale dhe pasiviteti i universiteteve kanë ndikuar negativisht në cilësinë e arsimit, ndërsa librat e fillim viteve 2000 janë të papërshtatshme për gjeneratën Z. Në përgjithësi marrëm, kemi të bëjmë me libra të cilët nuk folin për jetën e nxënësit, nuk folin për punën e tij, nuk folin për atë për përgatitjen për punë, nuk folin për shqiptarët, nuk kanë shqipe, nuk ka histori shqiptare dhe nuk i shërbejnë askujt. Janë libra me afat të skaduar, janë programe të cilët nuk i përgjigjen, nuk punojnë, nuk janë të përgatitura të bëme për gjeneratën Z, më thonë të inteligjencës artificiale, por janë me veçori etnocentrike, një nacionale dhe janë libra që janë të mërzitshëm. Jashari apelon që institucionet përgjithëse të fokusohen në cilësinë e teksteve shkollore dhe në reformimin e entit pedagogjik republikan. Ministria e Arsimit, enti pedagogjik republikan, që është një strukturë komuniste pa reformuar, duhet me njëherë të demontohet, duhet të bie njerëz nga universitetet që janë më kritik ndaj librave dhe ndaj edhe profesorët universitarë të marrin pjesë në përpilimin e librave, në recensionet e tyre, edhe çdo gjë duhet të bëhet nga fillimi. Studimi vjen në përfundimin se reforma e mirëfillt arsimore kërkon përditësim të rregullt të programeve mësimore, përfshirje aktive të nxënësve dhe arsimtarëve, depolitizim të institucioneve arsimore dhe respektim praktik të parimeve kushtetuese të barazisë dhe multikulturalizmit.